qirë. Kemi kaluar në një moment tjetër. Do të vinë në vazhdim dy zërat e jashtëzakonshëm, që për vitet të tëra kanë kriju karriera solo të jashtëzakonshme. Vinë në një duet, kanë qenë edhe më përpara në duetet të bukura, Zone e Zotëri për ju, për ne, për të gjithë, Ylmize Tafallari dhe Hete Matoshi. Hajde, Ylmize! Shëndroni, është kreacioni i kreatore Suzana Sosuri, ndoshta mblejohet. Suzana, po qysh jo gjithmonë. Suzana, të përshëndesim e të përqafojmë që ke bërë gjithmonë gjërat bukura. Suzana të Sosuri. Edhe frizera e me daktar në tila. Por, në të profesional, në rregullu, ta shfrytëzova hapësinën për reklamë. Hapësira është e jutja, gjithmonë. Faleminderit shumë. Meda dhe Suzana janë miket e mia që i përshëndes për zemër. Sepse na kemi gjithë ata artistë që qëndrojnë në skenë, edhe gjithë ata artistë që janë prapa skenës. E që bëjnë shumë që ne të dukemi bukur, të sjellim gjërat bukura, se skena është modeli. Ashtu si që një modeli ju për vitet të tëra me zërin tuaj të bukur. Prandaj, lirisht edhe këtë që të ka bërë frizurën, make-upin, si e pat emrin? Ajo është Meda Charm, Meda Charm. Meda Charm. Media Nuse, që mundet frizerët ma vjetra, më thonë, ma profesionaliste, e cila ka fitu shumë çmime në barë Evropën. Të lutem! Ke pa më Ylmize, shpesh kemi njerëz që hecin në për këtë tokë, janë autor dhe kreator të gjërave të mëdha, dhe ne goxha nuk jemi të vetëdijshëm që i kemi, ha? Po se nuk po na jepet ndoshta mundësia dhe mi falenderuemi për mend. Unë interesant që më habitet që të lirisht përmendi se ka dikun të lutem. Plus, akoma jemi në frymen e festave të nëntorit, 28 nëntori Kuqezi, 22 nëntori dita e alfabetit, do më thonë... Tanë mu i festa. Tanë mu i festa, edhe kështu për mbajmë deri në vitri, për vitri bëjmë festat e vitit ri, e kështu. E hetem, se si kur të lamë këtej në... Po ndëgjoj. Jam sonë kështu. Gratë kanë përfarsi. Po, ajo të mos të regimi është si puna hetemit që, do më thonë, nga të rallët ne e dim që ka qenë një luftetar i liris, që për fat ka shpëtu se ka mujt me ju kënu konë aktina tani, dhe ose ka mujt me konë atje ku i kemi njerëzit që përfaqësojnë në mënyrën më të denjë UÇK-n, me pa të drejtë në Hagë. A ke shudzu në herë në i privilegj të qenit ushtar i UÇK-s? Në këto 26 vjetë. Po, s'po... Qka me thonë? Si kujtu ose se ka shudzu asë një? A të këtash? Po. Hetem që ta shtronë mena? Po që tash si ma vonë pak. Si ma vonë pak. Piplisnije pak. Me gjithate, një këngë që do ta promovojmë tani, autori i saj jeti. I autori i shumë këngëve? Po, kom. Ke shumë këngë, a? Kom. Edhe tekste edhe? Po, kom. Më falë që po kam e kalun gjithmona apet më këthy në retrospektiv, po gjatë luftës këndoje? Po, ku në dhe kërasi. Kur këshë mundësi? Qa thoni bashkë luftarë? Hetem, kënona se mi lo, se mi mërzit, se mi kështu. Po, me gjithë atë, ja u ke ngrit moralin, ha? Shumë vërtet pak e thëshëm atë monotoninë, o thëmë ditore, lëgjore ditore. Sigurisht. Ishke pak një vullnet, kër e rëkshëm kongës bashkarish këtu krejtë. Mirë shumë. Sonte po promovojmë një këngë që quhet? Hajde, hajde sonte. Hajde, hajde sonte. Teksti? Tekstin e kam shkru unë, edhe melodin. Melodin? E kam bo unë, orkestrimi... Teksti, Hete Matoshi, melodin, Hete Matoshi. Orkestrimi, Hysni Klinoku. Orkestrimin, edhe incizimin, realizimin, Hysni Klinoku. Këtu e falenderoj një Ylmizën që na u ka bashkëpunuar, sepse tashi
unë hala kam privilegjin e mirë që ndjehem si kur pjesë e ju janë, që po e prezentojmë një gjë të bukur artistike, e zemrës, e shpirtit, është një emocion i veçantë, e kështu, që është e skenës. është mirë me qenë gjithmonë, edhe pak, edhe në qash mirë është me qenë. Po me Ilmizën, e kështë ndërtu si duet me Ilmizën, ha? Nuk është kjo dueti i parë me Ilmizën? Jo, është i treti për... I treti si... Edhe të trijat kam qenë autorun edhe... Kantautor, të gjitha i ka bërë. Kantautor! Mirë, Ilmizë, që edhe juve ju kanë bërë goxha shumë vite në skenë. Po prej kur kom fillu, po bon 33 vite. 33 vite! Artisteve që nuk shtyhet shumë me bryla, po edu këngën a im. Më nuk ka nevoj më shty me bryla, del zëri. Po, del zëri, dëgjohet, djehet. Ushqehe me ta, edhe me këngën. Bukur shumë. Kur ke dalë atëherë për mes Kosovarës ke ndonë, apo ka qenë në një moment tjetër kur zëri jotë ka bërë? Atë kujtohet me cilën këngë ke bo kështu bam? Apo paraqitje? Po, me Kosovarja këndonë. Me Kosovarja këndonë. Pas, po, kure përcolla Ilberin atëherë këndonë. Kure përcolla Ilberin, këtheva hiranot. Kurja pash mazere në vjerun, ja lava me lot. Mos e laj me lot, o i zano, mos e laj me lot. Se shkon viti par, o i zano, si kur dita sot. Atë ka orë marrë një herë? Jo të po në po... Ilmizë, do të themi edhe një gjë të bukur. Ku je njohë me bashkëshortin tënd, fillimisht? Naim, po më do këtë, ofsa këtë, zoti Naim, po më do këtë... Qëfar zotri Naim, kur na jemi miq, jemi shok, jemi dikon, si jemi generatë, se dush me qenë pak me re, e kështu me radhë? Nuk e ti se po ma bën këtë fytje, se... Pse e ke njohë? Nga se ai për mua është një personazh shumë i veçantë, dhe pastaj duhet dalë atje. Po ku e ke njohë? Thash pse e ke njohë, çife ti? Sa pyetje... Nuk e... Pastaj sot kur ke shku me marrë në aeroport, më the, duhet të ngutëm se ka me marrë burri në aeroport, thash lekret ma. Lekret, thash mirë po thu. Sa vite ka që punon në Mërgat? Fatmiri ka qenë atje, na jemi taku në një turne koncertit që kom pas atje, mande unë jem këthy, mande jeni taku jeni njo, gjatë turneut jeni njo? Gjatë turneut, mande prap jemi ritaku pasu, pëtës ka pështu gjallë. Ka dash fati me shpëtu gjallë dhe... Po mirë, me që jeni njohur para luftës, apo? Po. Dhe thjesht, ja that njëri tjetrit atë pone, kështu... Kush ka nëndoqi më shumë? Aj, në për këtë koncertet, apo? Normal. Vinte? Normal, se... Me qka vinte? Hynte në autobusa? Ku me ditë, se di, veç kërë qytet. A me ardhë vinte? Veç kërë e shihje në... Po, në cilin qytet jeton të kë? Këta kanë jetu në Rosenheim. Rosenheim? Vende janë hatë. Venin më të mirë. Shkot zangat këtu. E mande erë në luft, dhe unë se kom dita është gjalla, sërse den që atëherë komunikimin, se kemi pas sa dohet, po më ndoj telefonat. A kur ka arë në luft? E di që ka arë në luft? Po, pa ta ndëgju diqka, po si shë e sigur, ta ka pështur nuk e dishe, mas ande kur e po... Po, a ishit marrë vesh ju, a ishit feju, apo akoma ishit simpati? Jo, ende se su paton feju, kikishment. Ende komendjen të Kosova, ma të idealizmat e vetë. Rekull dhe, ta që ti ishe një pjesë e Kosovës, pjesa ma e ombele shpirti ti, që ndiqte koncert me koncert, por thirje sa dheut ju përgjigjaj me kohë. Ju përgjigj. Dhe ishte luftetar i liris. Që ka emrin? Fatmir Koci. Fatmir Koci, se këtu doja dilja. Fatmir Koci, njëri nga ata, apo aji me të tjerët organizoj protestën e madhe në Hagë, e tani edhe në Francë, në mbrojtje të luftetarëve tanë të liris, të njerëzve që përfaqësojnë UÇK-n, të njerëzve që përfaqësojnë Kosovën, dhe gjithmonë nëse ata dënohen, për mu dënohet UÇK-ja, Kosova, NATO, Amerika, të gjithë ne.
Edhe njëherë ja japim një duar trokitje, ma mirë se se ke lënë aeroport, mirë që ke marrë. E po, bukur tonë, edhe si rezultati kësaj martese, keni një djalë, a? Kemi një djalë. Do më thënë Fatmiri ka qenë në Gjermani, ka ikë prej këtuajt për shkak të presionit shkive. Mandej është kthyer në luftë, ka mbetur, mandej mbas 20 vjetë mbas lirisë është rikthy prapë në Gjermani edhe presim me bën një bashkim familjar. Mbas 20 vjetëve mbas lirisë u kthy përsëri në Gjermani, sepse luftëtari i lirisë megjithatë duhej për kujdesje për familjen që ishte goxha probleme. Mandej çështja e shëndetit, po tek tash e ka fitu të drejtën e punës, ato farvizat. Në qëtërinin e hershme. E tash ai presioni kur po shkon Ilmize, mbete pa burre, jo ashtu, atla burre, asla burre. Tash jo kom lënë une. Se më po shkon, po qysh e leme shku? Jo, po shkon njëherë, mandej tjetra. E qysh më e kuku burrin vetë. E tash ai mentaliteti unë habitem kur të më bëjnë këto pyetje. Me që Fatmiri luftëtari i lirisë, kur e njofte? Ti kur e ke njoftë Fatmirin? Fatmirin kom dëgju për të gjatë luftës, po që me u taku me të live me taku normal, mas ditë slirimit. Mas slirimit. Do më thonë, paka shumë ke qenë në rjedha që kjo po bëhet nusja, ai po bëhet burri, dhëndri. Por që kanë lidhje këta, edhe për këtë ku morë pak ma vonë, po kryesorja me ditë. Gjatë luftës, a keni pas në herë në i dasëm ku keni marrë pjesë si ushtare, një qift është bashku, është kurorzu? Po, ka ndonë gjatë luftës që janë bashku qifte dhe më ushtarë. Ka pas martesa? Po e kemi ba si aty për aty dhe më dhe kena s'ka pas dhe organizim me thani veçan. Vet ishe i martuar? Gjatë luftës, kur ishe luftëtar, ishe i martuar? Tia, ke qenë i martuar. Kam qenë i martuar. Po, ke qenë? Ke qenë i martuar. Fmi? Jo, nuk kom mas luftë e kom. Mirë, dhe... Okej, bukur shumë, tash sa fmi kje? Vesh një djarë kom. Qao! Fit me ka një. Hej, nuk ka bëni, se na shajnë tretin, me të drejtë. Sot, o kur e kemi të nevojshme ka 4-5? Po, po... për 3 nga plestë, mo, kry. Ndështë këta 3. Ku janë ata plesë? Ku pishin ja, ka një plakë që tjetë? Jo, s'po shumë. E po, dëgjo, unë mendoj që kemi bërë një bisedë shumë simpatike, në një moment tjetër du të bisedoj më gjatë, por edhe njëherë nga zemra e falenderojmë Fatmirin që sot e kemi hargju do kohë me shku me marë në aeroport, leta dinë edhe aj, se kena mujtë me lon. Po, bashkë kemi mujtë. Jo me lon krejt, ama me lon me prit. Me prit. Mama jo se kemi lon, fatmirësisht këm bri me kohë, edhe nuk po të ndoj stres, se veç u morën vesh, ta e s'ka probleme, Lmize, kisha frikë më s'povonoam, thash më sungut se e marrë vesh, të më rri mirë, më rëndësi është me më rri mirë. Atër prej këtu, me që Fatmiri është nga ata që organizon këto protesta, që janë njerëzore, Kryetari o vëllës për diaspor është. Kryetari o vëllës për mërgat, diaspor, dhe prej këtu bëjmë thirrje, sa herë të paraqitet kjo kërkesë, krejti madhe i vogël do të shkojmë, jo për tjetër, veç do t'i tregojmë botës që na jemi me ata. Konga, thamë quhet? Hajde sonte. Hajde sonte. E keni bërë klip? Jo ende. Jo ende, do t'a bëni, ha? E shohim. E po, Fatimire i rallë që po e promovojmë këtu? Po. Rënde dishtëm se bisedu me temen, tha, mirë kishte me qenë me shku, thash valla, po provoj po i shkruaj, me ta thonë të drejtën se prita përgjigjen korekte, atë shpejt. Që je i nëzonë. Jo, Ilmize, ju e dini që kjo sheshi ju, sheshi artistëve, sheshi këngëtarëve, se artistët e këngëtarët kanë qëfar për të thënë, edhe për të dhënë në Odeon, në teatrin e shqiptarëve. Unë po ja u lën skenën, duar trokitit e botës kemi me ju dhënë, le ta promovojmë këngën, hajde sonte. Ilmize Tafallari, Hetem Matrosi. E synin si rush, fort po të bojri gja, mos ja falas kujt, drejti
që të pash, zemër më këmbet. Nëse si e imja, s'jam pishman me vdet. Hajde, hajde sonte, afro mu më ngat. Askush përveç teje, nuk më ndreq këtë nat. O hajde, hajde sonte, afro mu më ngat. Askush përveç teje, nuk më ndreq këtë nat. Afro mu më ngat. Askush përveç teje, nuk më ndreq këtë nat. O hajde, hajde sonte, afro mu më ngat. Askush përveç teje, nuk më ndreq këtë nat. Zakon, si fryma me mum, pa ty më ftohet jeta, s'di ma ka me shku. E krejt rrug të shpirtit, krejt e ti me qojn, sa herë të kujtoj, lotis më ndalon. Hajde, hajde sonte, afro mu më ngat. Askush përveç teje, nuk më ndreq këtë nat. O hajde, hajde sonte, afro mu më ngat. Askush përveç teje, nuk më ndreq këtë nat. Afro mu më ngat. Askush përveç teje, nuk më ndreq këtë nat. O hajde, hajde sonte, afro mu më ngat. Askush përveç teje, nuk më ndreq këtë nat. Sonte mos ndalet konga, kalende faj e tu ponan. Shfar na pak e ju paskaran, ko kanë qift për marshalon. Sonte mos ndalet konga, kalende faj e tu ponan. Shfar na pak e ju paskaran, ko kanë qift për marshalon. Qire dhëndri qish po kesh, o qire nuse no si princesh. Ju plotsofshin krejt të dëshirat, ja u dharë zotit tanat mira. Das me madhe me tradit shqiptare, familje mirë me zemër të madhe. Ju shoqri e dasha mirë, qo nuk krejt e hinir madhe. Sonte mos ndalet konga, kalende faj e tu ponan. Shfar na pak e ju paskaran, ko kanë qift për marshalon. Sonte mos ndalet konga, kalende faj e tu ponan. Shfar na pak e ju paskaran, ko kanë qift për marshalon.
kanë qift për mashallah. Sonte mos të ndonet kongan, kalle dhe fa e tu panan. Shfar na pak e ju paskaran, ko kanë qift për mashallah. Ka ishte ajo, e po ishte kjo e tëra. Flani mirë, e ndroni bukur e zëhëmin e pasër. Natën e mirë, miru pasër një javë tjetër.